Dashurmish, fillojmë pas pak me mamë, me të ftuarin e radhës, kur do të kemi shumë informacione dhe sigurisht që janë informacione që ju ndoshta nuk i merrni çdo ditë. Kështu që përpara se t'ja nisim, një falënderim special dua t'ja kushtoj mbështetësve tanë, siç është Lajfiza apo Dino Rios, që janë javë pas jave me ne, por gjithashtu dhe ju dashurmish që na ndiqni. Komentet tuaja, me sugjerimet tuaja dhe ju lutem bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Ja nisim me ftuarin e radhës. Seksi është energji. Seksi është palestër, është valle seksit. Ndihmon zemrën, ndihmon gjumin, heq stresin, jep relaksin, ul tensionin, rregullon insulinën, rregullon metabolizmin, jep gjatësinë. Që episodi i sotëm i mam do t'jetë i fort sepse do të marrin përgjigje 10 nga pyetjet më të kërkuara në Google sa i përket infertilitetit tek meshkujt. Dhe sigurisht që duke e nisur me atë të parën pyetje që ata bëjnë më shpesh, nuk është që është i suksesshëm për shembull IVF-ja mund bësh princes bën ma IVF. Jo. Meshkujt bëjnë përgjithsisht pyetjen a jam unë problemi. Kështu e fillojnë gjithçka. Dhe sot të gjitha pyetjeve që bëhen nën zë nga meshkujt dhe që i kemi parë së fundmi duke googulluar se cilat janë këto pyetjet më të shpeshta, do japim zë nëpërmjet doktor Shkëlqim Belilit. Faleminderit që je sot në studio dhe do të flasim ekskluzivisht për burra ditën e sotme. Duke filluar nga kjo pyetje e parë, a jam unë problemi? Thonë meshkujt. Fertiliteti mashkullor, apo më mirë të shprehem pjellshmëria mashkullore, aftësia pjellshmërisë mashkullore, kohët e fundit është përcaktuar sepse pothuajse ka qenë e nënvlerësuar. Në të njëjtën kohë është shumë e zakonshme dhe në të njëjtën kohë sot shkenca ka përcaktuar që aftësia e pjellshmërisë është në një ekuacion të barabartë 50 me 50%. Pra, me shumë vite përpara, dy gjëra të reja janë rregulluar, si thua që janë rinovuar. E para, koha për të krijuar një shtatzani që dikur thuhej gjithmonë 12 muaj me marrëdhënie të rregullta, të pambrojtura, pa kontraceptiv, pa probleme të tjera, është vjetruar. Koha është vetëm 6 muaj. Është reduktuar, pra. Po. E dyta, meshkujt kanë pasur një përqindje pak më të ulët dhe natyrisht dhe në jetën e përditshme, meshkujt kanë qenë të tërhequr, nuk kanë qenë të integruar dhe nuk kanë pasur këtë psikologji të shqetësimit si që ka pasur bashkëshortja e tyre, mandej dhe në vizita për infertilitet, shpesher meshkujt mungonin, dhe thoshin një përgjigje që unë jam mirë, nuk ndjej gjë, jam në rregull. Dhe unë kam një përgjigje për të gjithë këto raste që aktualisht në kriterin e së vërtetës, te kjo pyetje ja u përshëndes dhe njerë, unë ju jap këtë përgjigje atyre që thonë, të njëjtën siç se kërkuat ju pyetjen. Ne nuk kërkojmë seksin, ne nuk kërkojmë performancën seksuale, po ne kërkojmë shëndeti riprodhues. Dhe shëndeti riprodhues sot shkencërisht është barazi 50 me 50%. Kështu që janë problematik dhe ka dhe një gjë tjetër që e shton këtë problematik. Sepse koha në të cilën jetojmë, në një tërësi toksinash, substancash kimike, të cilat janë dhe për fertilitetin femëror dhe për fertilitetin mashkullor, shkenca ka vërtetuar që sperma është shumë herë me ndjeshme karshi këtyre fenomeneve. Po ndërkohë, a mund të dallohet një burr i cili ka probleme me fertilitetin nga pamja? Po, 100% po jo them unë. Mbi të gjitha janë të gjithë meshkujt
që kanë një pamje me ata alopecin androgene, që u ka rënë flokët e para, e dyta, shikohet është fenomen sine qua non, është mbi pesha, është mënyra të ushqyerit, është mungesë e vitaminës D, është mungesë e feritinës, dhe është mungesa e muskulaturës. Okay. Dhe të gjithë meshkujt që kanë një mbigarkes të yndyrës viscerale dhe të gjendrave të gjoksit, kanë një disbalancë hormonale dhe unë e kam thënë në një bisedë që të gjithë ta meshkuj janë femra, sepse shkencërisht të gjitha adipocitet ose të indit dhjamor krijojnë estrogen. Dhe këto estrogen prishin ekuilibrin hormonal dhe ulet testosteroni. Testosteroni është alfa e hormoneve i cili diagnostikohet dhe nga mënyra e interogacionit e bisedës me meshkujt, ku ka raste kur kam dëgjuar që më thonë, doktor, kam një problem shumë të madh. Më ka humbur dëshira. Dhe këtu janë dy gjërat e meshkujt. Është ereksioni, pra aftësia biologjike për të mbajtur aktivitetin seksual normal, që t'japi edhe fertilitetin, pjellëshmërinë, por ka dhe një gjë tjetër të rëndësishme, që është dëshira seksuale. Dhe dëshira është e lidhur 100% pothuajse me hormonin testosteron. E kuptoj. A mund të jesh i fortë fizikisht por të kesh një sperm të dobët? Kjo është e vërtet. Fizikisht mund t'jesh, mund të ecësh, mund të lëvizësh, mund të mos kesh ankesa, mos kesh asnjë shenjë, dhe të mos jesh i shëndetshëm. Pra, ne spermën e quajmë primaren analizë analitike, në të cilin shikojmë jo seksin, jo performancën, po shikojmë shëndetin riprodhues. Dhe shëndeti riprodhues është ekuilibri hormonal, është boshti hipotalamo hipofizar testikular, sepse testet janë organe endokrine dhe këto prodhojnë spermën dhe ka një sër faktorësh të cilët mund të analizohen patjetër, sepse ne mund të kemi një sperm të dobët, mund të kemi një sperm të bllokuar, që nuk ka sperm, mund të kemi një sperm e cila ka ndryshime morfologjike, mund të ketë është një sperm e cila ka alfën që kërkojmë ne, që është vëllimi, dhe norma është 4-7, dhe në 1 mililitër, në 4 mililitra është norma. Të gjithë meshkujt që kanë 1.2, 2, 2, 3 janë çik më dobët, sepse ka një problem që duhet theksuar. Në 1 mililitër janë 100 milion spermatozoide. Dhe nëse një mashkull hedh 5 mililitra, ka 500 milion në volum në hedhje. Kështu që kjo ka të bëj me sistemin fiziologjik të spermës. Kështu që mund të kesh, mund të mos kesh asnjë ankesë, mund të jesh i shëndosh, dhe mandej unë po them dhe një gjë tjetër. Unë në klinik me një keqardhje shikoj, me ka një përqindje çik të konsiderueshme, që në tërë këto analizat e spermogramës, ne në të njëjtën kohë kërkojmë spermogramën dhe spermokulturën. Është dhe një veti tjetër që do ju them që ka shumë rëndësi ke meshkujt, që dallohet nga gratë, absolutisht. Nëse te gratë ne kemi 2 javë, java e parë është e hormonit follicular stimulus që jep zhvillim në vezës, dhe pastaj javën e dytë rritet hormoni i lumturisë që është progesteroni që jep shëtzanin, ke meshkujt ka një gjë të përcaktuar mirë. Sperma dhe testosteroni prodhohen në një kohë. Nuk ka faza. Dhe kur kemi probleme që ndikon ke boshti hipotalamo hipofizar testikular, atëre kemi dhe probleme me
me analizën analitike që është sperma. E kuptoj. Kur një analizë mashkullore del me problematike, nga eksperienca juaj, kush e përjeton më tepër, më rënd në çift? Unë kam parë meshkuj që janë prekur shumë. Kam një rast të fundit që më erdhi, ai ishte nga Puka, më duket, nuk e di se nga ishte nga i vend kështu. Dhe ai tha që unë jam shumë mirë, unë nuk kam nevojë të bëj sperm, dhe unë jam mirë. Dhe unë i thash, je shumë mirë, moshën e ke për të qenë shumë mirë, trupin e ke për të qenë shumë mirë, po ne do të bëjmë një analizë për të parë aftësinë tënde a riprodhon. Ne nuk po themi si e bën seksin, se në përgjithësi thash unë, po të pyesish, është i vetë një kom në planet që thonë jemi më të fortët ne. Dhe është edhe dëshira e madhe dhe seksin e kanë kështu shqiptarët që po që për seks jo bjet fikët. Por problemi që ndronë si e kemi shëndet i riprodhus. Dhe faktikisht analiza e spermës doli që ai kishte 0 spermatozoid në fushë të shpejtë. Dhe kishte një diagnozi që quajmë ne oligoastenospermia, dhe këtë kishte sepse pinte duan. Pinte alkool, bile kishte marrë 2-3 herë kanabis, kështu. E kuptoj. Dhe kjo ishte ideja që analiza e spermës tek meshkujt krijon një ndjenjë, sepse humbet burrnia në kuptimin e fjalës. Dhe e shikojnë veten më superior dhe e kanë të krijuar këtë ide që sepse është që burri është burr dhe nuk preket shumë ato. Unë ditë ju them një gjë për shembull, nga eksperienca si mjek. Që ne shumë kohë përpara i kemi bërë shantazh gjithë grave që lugnin i çuna. Ose në këto problemet e tjera, unë kam një eksperiencë të tillë që më shumë rastet e fertilitetit nuk vinin fare meshkujt. Nuk vinin. Thoshin ja mirë. Bile gruaja thoshte, aman më doktor se nuk vjen ai, ose kam të tjerë që kanë shumë vështirë të japin spermën. Dhe më tha njëri, dëgjoj, mirë dakord jam me ty, tha po, unë tha po e sjell nga shtëpia. E thash unë nga shtëpia me çfarë do vish, me autobus, duhet ta bësh në një kabinet që është i mirë, po e kam të vështirë, Domethënë duan një informacion për të kuptuar psikologjikin e rëndësisë që ka sperma. Mandej unë kam thënë dhe këtë gjë në një bisedë që të gjithë meshkujt që janë mbi 35, 40 dhe ata që janë mbi 40, çdo 2-3 vjet duhet bëjnë një sperm. Sepse sperma është eksaktësisht ajo që përcakton shëndetin. Sepse një çift që është 22-23 kanë frikë të bëjnë marrëdhënie sepse është atzanie pa dëshiruar. Ana tjetër kur kalon mosha, ke 2 vjet që përpiqesh se të dot. Kështu që janë 2 faktorë. Është mosha, është koha. Shkojmë tek pyetja e dytë, sepse do të ketë secila pyetje ka në pyetjet e veta sa i përket tematikës. Kam 10 milion spermatozoid. A është pak? 10 milion ke vetëm një spermatozoid ke veza dhe do 10 vjet që të ngelesh. Ndodh shpesh një rezultat i tillë? Është një numër shumë i ulët dhe me 10 milion nuk arrin dot. Parametrat normale janë të tilla. Duhet të hedhish mbi 4 ml në ejakulacion, duhet të kesh mirë është që në total dhe në përqendrim duhet të kesh mbi 60 milion. Okej. Mbi 60. Ke përqendrimi mirë është që të hedhish mbi 120, që e 20 milion. Por kaq e rëndësishme sa numri është dhe lëvizshmëria. Dhe më e rëndësishme nga gjitha pastaj është morfologjia. Morfologjia. Do të flasim pa diskutim për secilën prej tyre, sepse janë në pyetje të cilat do të bëhen në vazhdimsi. Kështu që un po Cili është numri normal i spermatozoidëve? Çdo mashkull në 1 sekond prodhon 300.000. Dhe në një ejakulacion hedh 300 milion.
Pra 10 miliona është shumë Dhe pak. këto 300 milion, 100 milion dalin me njerë nga vagina. 200 milion të tjerë futen në vaginë, nëse vagina ka aciditet 5, vdesin me njëherë, nëse vagina është e lumtur Në dhe pH, është miqësore, pa infeksione. i mban, atëre do përpiqen notarët që të gjejnë vrimën e hollë të kolumit. Prandaj do futen në uterus. Në uterus ka një vështirësi, do ecë në malore dhe do gjejnë 2 krate të tubave uterine. Do futen në tubat uterine dhe prandaj në përqindjet, në se hedh për shembull 200 milion, 100, 200, 300 spermatozoid i kere dhe vezës. Dhe këta bëjnë një distancë me 2 shifra do të them. E para është nga Los Angeles në San Francisco dhe e dyta është një pishinë 2 pishina olimpike 10 metro, që do notojnë. Ose një distancë nga vagina në uterus është konsideruar si 7 metro e lartë. 7 metro gjatësi. Kështu që unë anjëherë imagjinoj ato filmat me kështjella, ku ngjiten gjithë me përshkallë, ca digjen, ca bien, ca futen, po përgjithsisht një spermë e shëndetshme duket kur në 100 ushtar, që bëjmë analizë, 75% i ke në fushën e parë të shpejt. Dhe krijohet mundësia. Unë bile disave ju them që janë me 0, ju them kjo 0 ka një vull, që juve me keqardhje nuk bëni do djalë. A i hidhet për pjetë, cish dhe mund të bërë? Po i them, duhet të kesh patjetër, sepse sperma në të njëjtën kohë përcakton edhe seksin. Dhe seksi, djalë, vjen nga spermatozoidet Y, të cilat janë më të vogla, janë më të lehta, janë shumë të shpejta, po vdesin shpejt. Ndërsa sperma X është më e madhe, është më e rëndë, është më ngadalshme dhe vazhdon dhe e kap vezën në stacion të trenit edhe në fund. A ka rëndësi vetëm numri i spermatozoidëve për një shtatzani? Jo, nuk ka rëndësi vetëm numri. Numri është domosdoshmëri biologjike e spermës, është riprodhimi, pra riprodhimin, dhe është ndarë. Testi ka 2 stacione biologjike shumë të mëdha. Janë 2 impulset të mëdha që vinë nga truri. Domethënë, hipotalamusi dërgon një gonadotropin korionike relaxing factor, prandaj e merr shefi i përgjithshëm i endokrinologjisë që është hipofiza, dhe hipofiza dërgon të njëjtat hormone si të femrat dhe të meshkujt, që është FSH-ja dhe LH-ja. Dhe FSH-ja ndikon keqelizat e sertolit dhe prodhon spermën, dhe LH-ja prodhon tek qelizat e ledigut, prodhon testosteronin. Kështu që numri varet nga këto hormone, por ka rëndësi lëvizja, ka rëndësi pjekja dhe, po ju themi gjë, dallon burri me gruan. Burri prodhon çdo 3 muaj, rinovohet çdo 3 muaj, në 72 ditë, 90 ditë, dhe këtë ka aftësi derisa veten 100 vjeç. Ndërsa femrat janë të pajisura me vezë që në jetën intrauterine kur janë 5 muaj, 6 muaj, më pak, dhe ka një kasafor të caktuar vezësh, dhe vezët dhe gratë kanë një gjë që duhen shumë të kujdesesh, sepse çdo muaj harxojnë më shumë vezë. Dhe vezët mund të krijohet cilësia dhe numri ka rëndësi. Po e njëjta gjë, ndërsa tek sperma ka rëndësi sepse numri dhe lëvizshmëria duhet të jenë në një përqindje, në një barazim që t'japin efekti. A mund të ngelesh natyralisht shtatzan nëse ke numër të ullët spermatozoidësh? Mund të ngelet. Naturalisht. Mund të ngelet. E rëndësishme është kjo. Unë e kam shprehur njëherë dhe e shpreh prapë. Një çift i shëndetshëm, ose mirë them, një çift
një fjalë që është shqip shumë e thjesht, është shëndeti. Nëse janë të shëndetshëm, shtatzania vjen me njëherë. Një spermatozoid shkon atje. Ama, nëse vagina, mitra dhe veza është e pjekur, është në kohën e ovulacionit, mandej ka dhe një prioritet tjetër, që është seksi. Nëse marrëdhëniet seksuale arrin dhe mashkulli është një dirigent i përkryer dhe i gjen dhe violinën e vogël pse s'po punon dhe gruan e çon në orgazm të plot, orgazma shpeshherë ka të bëjë dhe me lidhjen e seksit. Nëse orgazma superiore e femrës sjell vajzën dhe orgazma superiore e mashkullit sjell djalin. Ka të bëjë dhe orgazma. Po meshkujt kanë një detyrë. Duhet me patjetër, sepse seksi është biologji, seksi është shpërblim dhe seksi kërkon patjetër që femra duhet vejë në orgazm dhe mandej burr shumë i fortë quhet ai që ja mban femrën 5 minuta në parajs. A mund të përmirësohet lëvizshmëria? Dhe me çfarë? Kohët e fundit, ne kemi filluar të mjekojmë, bile ne në klinik me Blertën kemi bërë dhe një protokoll të mjekimit, dhe mjekimi bëhet në të gjitha rastet kur kemi numër të ullët, kur kemi ullje të cilësisë së spermës, dhe mandej kemi ndërhyrë dhe kur kemi probleme me morfologjinë. Dhe ne kemi arritur disi rezultate. Për shembull, unë kam parë që mbas 3 muaj, sepse do një gjë, do një 3 mujor ose një 6 mujor që të rregullohet, që të mund të bëjmë një mjekim efikas. Prandaj dhe unë kam thënë gjithmonë që të gjithë çiftet që kërkojnë një shtatzani për të pasur një fertilitet të shëndetshëm, për të pasur një shtatzani të suksesshme me një fëmijë 4 kg në lindje, duhet patjetër të bëjnë një konsult para koncepcion. Për të marrë konsultën, për të parë gjendjen shëndetësore dhe për të trajtuar. Dhe nëse duhet trajtohet një spermogram, do patjetër një 3 mujor. Me çfarë trajtohet lëvizshmëria? Ne mjekojmë zakonisht me preparate, me supliment, e para njerë është ajo që duhet vëmë stili dhe mënyra jetesës. E jetesës, patjetër. Ndërsa në recet, me suplimente ne japim. Së pari ne japim një preparat shumë të mirë që ndikon direkt në mitokondriet e qelizave të spermës, dhe mitokondriet janë elementët jetik që ka spermatozoidi në trupin e vetë, dhe këto janë si thua termocentralet energjitike, dhe kjo bëhet me koenzim Q10 B2C, e para është kjo, e dyta japim zinkun, japim alfa-karnitinën, acetil-cisteinën, edhe alfa-argininën. Japim edhe selenin, japim vitaminën E, është shumë e rëndësishme, dhe një vitamin C lipozomal që është shumë efektshme, dhe duhet të korrigjoj me patjetër vitaminën D, bëhet një, dhe u po ju them, vetëm në Shqipëri që është vitamin D, është hormon. Hormoni i vitaminës D krijon ovulacionin, krijon shtatzanin, është hormoni prindërimit, është hormoni jetëgjatësisë. Dhe te burrat është i dobëzshëm. Unë kam parë raste me vitamin D10. Norma te gratë është 55, minimalja 70, 80, 100 është norma. Mbi 100 mund të ketë, nuk duhet se mund të jetë dozë toksike. Por, ama me 10 nuk arrit dot. Dhe vitamina D është fenomen i jashtëzakonshëm që duhet jetë. Kështu që burrat duhet të kenë. Unë këtë gjithë djemët dhe meshkuj që më kanë atje që kanë një mbi pesh, kemi futur në loj, kemi futur në kërkes, në diagnostik, një analizë që quhet HOMA-IR për të parë insulinën. Dhe na kanë dalë me vlera shumë të larta. A duhet të ribëhet sërish analiza pasi ke marrë një lloj mjekimi të tillë? Ne zakonisht kemi një kohë. Koha minimale
për një sperm është 3 deri në 6 muaj. Por varet se si është analiza e spermës. Në rastet kur kemi një sperm të fuqishme dhe kemi vetë morfologjin 3, atëre mjekimi 3-4 muaj është i domosdoshëm. Dhe kjo shikohet. Po si rregull i zakonshëm është që në çdo 3 muaj kur merr terapin, 3 deri në 6 muaj duhet patjetër të mjekohet. 3 muaj është minimalja e kohës. Me të gjithë të mjekim, duke mbajtur dhe një stil jete të shëndetshëm, ne mund të arrijmë, është pak e vështirë, po mund të arrihet që të përmirësohet. Pas rikuperimit të numrit të spermatozoidëve, një tjetër, le të themi, pjesë që mund të kërkoj kurim është edhe dëshira seksuale, për ta shtuar dëshirën seksuale. A ka një formë suplementimi? Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme, dhe kjo jo vetëm që është shumë e rëndësishme, po kjo është një nga shenjat, nga simptomat më vrasëse. Domethënë, e ndjen veten subjektivisht shumë keq kur arrin kjo gjendje ku i duket një indiferencë e madhe, bëhet indiferent karshi seksit. Dhe ne kemi mundësinë për ta mjekuar, edhe para që rrit dëshirën është një kërpudh që ka ardhur nga Tibeti, dhe që është interesant, se histori është shkurtër, që ata në Tibet ruanin dhitë dhe dhënt në një bar ku hanin këto kërpudhat dhe shikonin që të tëra në fush duke bërë seks, dhitë dhe të delet, duke bërë seks, edhe thamë, po ç'është që po na ndodh, hajde ta provojmë edhe ne një herë, edhe filluan të hanin dhe kur shikoni ju erdhin se ndërsa sot ne kemi këtë suplimente që quhet cordyceps, është një kërpudhë e jashtëzakonshme, është bimbore, është e padëmshme, nuk është si këto që shiten për farmacira me këto gjyrat e kuqe, dhe ka dhe një gjë të madhe, se nuk është impulsive, nuk është e menjëhershme, nuk ajo të rrit dëshirën, njëkohësisht ndesh dhe motorrat, dhe të krijon një benzinë 100 oktan dhe ti fillon dhe vetë normë. Dhe kjo është dhe përdoret 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj mund të përdoret, shumë e mirë. Kemi njëkohësisht citosteronin, është preparat shumë i përtashëm, i përqyshëm, i padëmshëm, sepse ne mjekët e kemi të ndaluar dhënien apo të tjerët anabolike si që janë testosteronet sintetike, sepse ato blokojnë me njëherë hipotalamusin dhe ulet testosteroni. Dhe ka dhe një logjik tjetër. Ne nuk duam testosteron të jashtëm që të na futet në gjak. Nuk duam të ngrem testosteron në gjak. Ne duam testosteron në test. Sepse testosteroni që vepron në test krijon energjin e hormonit. Dhe nuk e duam në gjak. Në gjak është jashtë testeve. Kështu që citotesteroni është një preparat që përdoret në kuptimin e uljes së dëshirës dhe në kuptimin e arritjes të ereksionit, të mbajtjes, po sidomos të dëshira seksuale. Është dhe një preparat tjetër, është e shkëlqyer dhe ajo, është një pudër, ngjyrë kafe, që quhet maca, dhe ajo është shumë e mirë, dhe ajo është shumë e këndshme atë, dhe ne i rekomandojmë që ju lutemi, mos shkoni në kafene, mos pini kafe, po në vend kafe s'pini këtë në ditë, 2 ditë mund të jenë në normë, edhe janë shumë të mira. Janë të mira, janë të padërshme. Dhe krijojnë një përmirësim gradual biologjik, lidhur me këtë dëshirë seksuale. Është biologjike, e ka vënë Zoti, dhe duhet të ndihmojnë njerëzit në këtë drejtim, tek meshkujt. E kuptoj. Ashwagandha, për çfarë përdoret? Ashwagandha është e shkëlqyer, është riparus, është rregullus, biologjik i disbalancave hormonale. Te gratë e burrat, por te gratë është e domosdoshme të merret, është edhe një Agnus Castus Vitexi, të dy janë bimbore, dhe unë po ju them, janë 2 preparatet që unë ja u jap me njëherë
në çdo rast që diagnostikohet ovar polikistik, sindromi ovarit polikistik. E kuptoj. Mirë, një tjetër preparat është e-kompleks. Për çfarë shërben? E-kompleksi është jashtëzakonisht i mirë dhe ky. Dhe të kërkoj falje që se thash në fillim, sepse është një preparat që ndikon shumë në një përqindje të konsiderueshme të meshkujve që janë duhanpirës. Dhe mandej unë po ju them një gjë shumë praktike. I kam thënë, juve pini duhan? Po, thot ai. I thash, duhanin do ta lësh. Do ta lësh për 2 arsye. E para, do ta lësh sepse duhani nuk lejon që sperma të notojë, po e rrotullon vetëm në vend, bën xhiro. Dhe e dyta, duhet ta lësh dhe për faktin që unë jam mjeku, armiku numër 1 në Evropë për duhanin, dhe me mua ndërpret marrëdhëniet më njëherë për që se pi duhan. Dhe i thash, e treta është që të marrësh atë paketën, do ta vësh këtë taka e këpucës nesër dhe merr fund duhani. Në qoftë se do një çun të vogël ose një gocë të vogël. Dhe me këtë preparat ne i kemi dhënë për të ndihmuar pikërisht ai që më thosh mua jam mirë, e kemi dhënë dhe ka 60 kapsula dhe përdoret 3 muaj rresht. Dhe kemi dhënë efektet e përdorimit. Kemi rënë sepse duhani është një problematik që ka shumë njerëz që nuk e lën dot. Kanë disa vite që e pi dhe nuk e lën dot. Por që faktikisht është përcaktuar nga ana shkencore që duhani është armiku esencial i spermës. I spermës. Kush pi duhan? Kush pi duhan duhet ta eliminoj në psikologjinë e tij dëshirën për të bërë fëmijë. O do të lërë duhanin, o do të ketë një çun ose një gocë tjetër. Kështu që nuk ka pajtim, nuk ka konsensus, është e veçantë dhe shkencërisht ka dalë. Bile unë mund të them me kompetencë si mjek për tërë jetën, i vetmi që nuk ka as 1 miligram të mirë trupi është duhani. Është fatkeqësi që pinë gratë, vajzat, e reja, në adoleshent, ulet cilësi e vezës me njerë, ulet ovulacioni. Pastaj, nuk ka kuptim të kesh një grua tënden që të pi duhan. Është... Shkojmë te pyetja numër 3 që burrat i drejtojnë shpesh Google-it, por që nuk e tregojnë, por besoj e kanë të dëgjuar dhe nga mjek. Çfarë është fragmentimi? Po. Tani, kjo ka shumë rëndësi. Ky është një problematik genetike dhe fragmentimi i spermës është shumë i domosdoshëm në të gjitha rastet kur ne kemi azospermi, kur kemi oligoastenospermi, kur kemi morfologji të ullët, kur kemi volum të ullët, kur kemi lëvizshmëri të ullët, dhe kur kemi dhe jetëgjatësinë e ullët. Dhe fragmentimi është një ekzaminim i zakonshëm, ne me blertën e kemi futur në protokollin e spermës, dhe në të gjitha rastet kur analiza e spermës na del jo e shëndetshme, do të bëjmë studimin e ADN-s. Pra, fragmentimi tregon ADN-n. Sa me lartë tjetë fragmentimi, aq të larta janë mundësit për të pasur autizmin, për të pasur abortet e hershme, humbjet dhe abortet e përsëritura. Është esencial, është pikë e domosdoshme, natyrisht kërkohet dhe bëhet dhe duhet të bëhet për të parë problemin e ADN-s. Ka dhe një gjë shumë të veçantë, sepse kjo jep dëmtimi saj, jep edhe dëmtime sidomos tek meshkujt që pinë duhan, është arsye dytë që po e theksoj, tek meshkujt që pinë duhan, ka prioritet që të ketë dëmtime dhe në pasardhësit, në pasardhësi. Pra e trashëguar, nga kjo gjë. Kur në subjektet që kanë sperm tullët, kanë edhe dëmtim të ADN-s në fragmentimin e spermës, mundësia është që të krijohen
keqformime dhe probleme me pasardhësit. A përmirësohet fragmentimi nëpërmjet suplementeve? Po. Cilat janë ato? Unë një gjë do t'ju them juve, që të më dëgjoni. Unë ke gratë, ke ovari polikistik, që është një çrregullim endokrin, dieta dhe stili jetës është esencial. Në kuptimin e atyre që nuk kanë peshë dhe në atyre që janë mbi peshë dhe që kanë insulin të lartë. Pra, dieta, rregullimi i ushqimit dhe ke meshkujt. Meshkujt mund të korrigjohen dhe me suplimente për të rritur cilësinë e spermës, por që unë i shikoj shpeshherë pacientët që më vinë aty si qelizë. Dhe nëse qeliza ushqehet në mënyrë të shëndetshme, krijohet bilanci tër problemi është te komunikimi i hormoneve. Dhe nëse ne do kemi një bilanc hormonal normal, një të shëndetshëm, ne do arrim patjetër suksesin. Ne kuptoj. Pyetja nr. 4, meqense jemi të suplementet edhe po i përsërisim, do i kemi normalisht edhe trajtimet që ne po prekim këtu në studio. Shpeshherë një nga pyetjet që bëjnë meshkujt, kur burrat, kur ne themi që duhet të futesh në një protokoll suplementimi normalisht sepse ato ndihmojnë, nuk është se të kthehen në të kundërt. Dhe shpeshherë ka raste që lindin dyshime. Ata thonë më duket më shumë marketing apo është i duhuri për të bërë, domethënë. Pyetja që bëjnë shpesh në Google është a funksionojnë suplementet apo janë thjesht marketing? Ç'është e vërteta duhet të në hapur. Ne kemi një kimiotaksis pozitiv, një dëshirë pa pasur nevojë për të marrë supliment. Dhe kjo është interesante. Sa vete jashtë shtetit, shkon ke ato Allgreens-et ose farmacit dhe atje shikon tër vitaminat dhe tër gjërat i merr. Kjo është marketing. Suplimentet nuk janë të domosdoshme vetëm kur janë të nevojshme. Dhe nuk duhet të merren kur njeriu nuk ka asnjë arsye t'i marrë. Është gabim të pish kapsulat. Është gabim të marrësh çdo mëngjes nga 2-3 lart. Mandej unë jam futur edhe në mjeksi. Unë kam thënë kështu. Nuk ka nevojë diabetiku të marrë insulinën, nuk ka nevojë ai që vuan nga hipertensioni të marrë 100.000 ilaçe që ka dhe që janë gjysma të skaduara të tensionit, por të bëj një gjë, të eliminoj kripën, të siguroj gjumin, të siguroj oreksin e mirë, të dalë jashtë 2 herë në ditë dhe kripën ta zvendësoj me limon. Diabetiku të eliminoj me disiplinë të fortë për 15 ditë çdo gjë të ëmbël që ka në tokë. Vetëm një mollë jeshile në mëngjes dhe darkë. Dhe të marri vezën, të marri mëlçin, të marri sardelet, të marri fileton e pulës dhe të tëra perimet. Kaq. Çfarë do thot bioaktiv dhe i përqendruar? Unë mendoj që të gjitha suplimentet që kanë emrin metil përpara janë më biologjike, janë më të thithshme, më të asimilueshme dhe janë më me pa fenomena anësore. E para që duhet shikuar gjithmonë, nuk është e drejtë që ti pa qenë mjek, shkon në një dyqan, shkon në një market dhe merr të gjitha gjërat mjekësore dhe kërkon t'i pish duke menduar se këto do të bëjnë shumë mirë ty. Dhe unë po ju them një gjë, i vetmi ushqim ose i vetmi gjë që ka bërë Zoti për njeriu është ushqimi. Dhe mandej ushqimi, ndonjëherë kur e tepron është i dëmshëm. Për shembull sot ka një gjë që nuk shkon. Sot në Tiranë, në çdo cep rruge ka ushqim. Ka fast food, ka pizza, ka Coca-Cola, ka Bravo, ka çfarë nuk ka për të grënë. Të gjitha janë shumica të përpunuara. Dhe këto krijojnë një migarkesë, krijojnë një çrregullim, kërkojnë. Ne duhet të shkojmë pak të mendojmë si janë ushqyer prindrit tanë. Unë ditë një gjë t'ju them. Në shumë fshatra që kam qenë, kur kam qenë mjek i ri, fshatarët
familjet hanin me shqingjë vetëm kur vinte një mik. Vinte një mik i dashur, thërni një qingjë, hanin tërmisht një herë për 2-3 muajin prapë. Ndërsa sot, ku do mund ta gjesh, në çdo vend mund ta gjesh, në pazar janë me qindra dyqane mishi dhe njerëzit janë mësuar të hanë 3 herë 4 herë. Unë do ta kisha mendimin. Unë ka disa kohë që havet 2 herë në ditë. Unë tani jam me Ramazan, dhe Ramazanin e kam edhe nga që besoj, po e kam më tepër në anë mjekësore, e kam riciklim. Qetësohet mëlçia, qetësohet stomaku, qetësohet truri dhe evitohet mbi pesha. Mbi pesha në këtë rast. Dhe edhe një gjë tjetër duhet të thotë, të gjitha femrat dhe meshkujt duhet të jenë të shëndetshëm dhe duhet të jenë 5 kg në gjatësinë e tyre. Atëherë janë krejt normal. A mendon se po shkojmë shumë shpejt në IVF përpara se të tentojmë këto alternativa? Tani unë do të them një postulat ty, që e kam menduar vetë. Nëse në Shqipëri, apo në Tiranë, që është metropol, nëse të gjitha shtatzanit do vinin 22, 23, 25, 27, 29, me 100% po të them, të gjitha IVF-et në Tiranë do ishin mbyllur. Dera, tak, s'ka. Sepse biologjia do sillte shtatzanin. 22, 23, biledet 19, 24, 29. Unë e kam thënë, 19, 29. Ja 10 vjetë, që të bësh çdo 3 vjetë. Tak. Minimalja e një gruaje është 3. Unë i kam qytur heroina, gratë që kanë bërë 9. Dhe në çkushte, pa doktor, pa gjë. Dhe këto është një gjë shkencore që duhet të më dëgjojnë të gjithë, që duhet të më pranojnë të gjithë, që duhet ta kenë të gjithë parasysh. Shtatzania është i vetmi fenomen biologjik që lullzon gruan. E rinovon. Shtatzania është saksia ku çel ajo lulja trëndafili. Ajo vitalizon trurin, zëmrën, mushkrin, jetën dhe jep relaksin, jep gjumin, jep lindjen, jep qumshtin, jep gjithçka. Prandaj, gratë që janë në disbalancë hormonale, unë shpesh ju them, ju mungon hormon lumturit. Jo më doktor, që hormon lumturit? Them është hormon, jo. Analizat hormonale, metabolike që duhet krye një burr. Janë këto. Bas spermogramës është ekzaminimi hormonal. Dhe ekzaminimi hormonal i burrit përmbledh FSH-n, LH-n, prolaktinën, testosteronin frit, testosteronin total dhe sulfat dhe etiopedrosteronin që është biveshkat. Dhe neve në këto na japin një informacion shumë të madh. Dhe pasoja tek meshit mund të jenë hipogonadizm, hipergonadotropik, që do të thotë kur kemi një FSH shumë të lartë dhe një LH shumë të lartë, sepse ato punojnë gjithë natën që testit përgjigjet dhe nuk përgjigjet, dhe pra kur FSH-ja, LH-ja është e lartë, tregon që testet janë të dobta. Nuk prodhojnë dot. Testosteroni është i ulët, nuk punon dot. Kur ka hipogonadizëm, do me thënë, kur FSH-ja dhe LH-ja shumë e ulët, atër ne tregojmë që na mungon stimuli qendror nga truri, dhe prandaj nuk prodhojmë dot. E treta, është shumë e vlerë të bësh prolaktinën. Prolaktina është elementi esencial i hipofizës. Çdo prolaktin e lartë tregon që ka një adenom të hipofizës, ose ka një çrregullim endokrin. Pra, është studimi imediat analitik i boshit hipotalamo hipofizar testikular. Ne kemi dhe një gjë shumë të rëndësishme te meshkujt. Ndoshta ti do më pyesish, po ta kujtoj unë. A e bëjnë meshkujt apo jo? Në parantezë desha me thënë, a kanë bërë në një pyetje meshkujt lidhur me nxehtësinë dhe me të mbathurat e tyre? Këtë duhet ta them.
Po, ku do vazhdojmë? E kemi preku në fakt edhe pjesën e të mbathura, por që duhet jenë të Po, bardha edhe jo të zeza. Po, nxehtësia është kryesorja. Nxehtësia. Po, nxehtësia është kryesore që nuk duhet të kenë kompjuterin sipër, apo... Do me thënë, Rroba të ngushta. Temperatura është esencialja për shoferët, për zyrtarët, për kuzhinerët, për ata që lajnë në vask, për ata që shkojnë në sauna, për ata që bajnë në përherë laptopin, për ata që rinë me këto mbathjet e ngushta, gjithë të laptopët të televizorët gjithë, sepse ka një gjë, Zoti i ka bërë testet jashtë, dhe testet quhen frigorifer, dhe testet do t'jenë 4 gradë, temperatura do t'jetë me ullur, do t'jetë 34, ne kemi 37, do t'jetë 34, dhe vetëm në këto kushte sperma regenerohet, sepse është një organ shumë i shkëlqyer atje, që quhet epididymis, dhe epididymis është ai që e pjek spermën. Një tjetër pyetje që drejtojnë meshkujt, sepse është një problematik, është kam varikocel, a duhet të operohemi? Po, kjo është shumë e vërtet. Është e dyta mbas për të kërkuar spermogramën. Pa, e dyta mbas spermës. Është varikocela. Varikocela është një zgjerim i venave të gjakut, si që janë shpesh të gratë që ju dalin në këmbët zgjerimet, dhe unë kam pas një radhë shumë interesant, po të them sinqerisht, e kam djerë veten shumë të veçantë ta dite, sepse unë e vizitova unë atë djalin, dhe zakonisht do të këtë testi majt. Testi majt është pak më poshtë se testi djatë. Dhe ju them sinqerisht, kur unë vura dorën me doreza për ta parë testin, ndjeva që anash kishte një qese dhe mu duk si kur ishin krimba brënda. Do me thënë, njësoj si dallimi, si këto gishtë, dhe këto ishin venat e zgjeruara të gjakut brënda epididymis. Dhe çfarë ndodh? Nëse këto vena janë më të gjëra, këtu, atëherë gjaku stagnacion, qëndron këtu. Duke qëndruar këtu, vjen temperatura, sperma pushon, ke azospermi. Dhe kjo kërkon imediatisht një ndërhyrje në urologji, një ndërhyrje kirurgjikale, është shumë e thjesht, hape 2 cm, hiqen ato, largohen, dhe unë kam një djalë në Lundër, i cili kishte varikocel, nuk linte, kishte 1 vit e ca, sa po lindi bëri gocën për 3 muaj. Sa po e hoqi, pra le themi përmirësohet realisht sperma pas operacionit? Është sine qua non me njerë. Ashtu, është shumë e rëndësishme për atë futet. A është gjithmonë e nevojshme ndërhyrja, apo ka në një formë tjetër? Do me thënë, varikocela është një ndërlikim i zakonshëm tek meshkujt, diagnostika bëhet me ultrasonografi, me ultrasone, dhe me ekografi, dhe përcaktohet gjaku i kthimit retrograd me ekografi, dhe përcaktohet dhe grada, dhe çfarë grade është, dhe natyrisht nëse ka një qarkullim retrograd, duhet patjetër, sepse ajo më të zgjeruara dhe vetëm kirurgjia i rregullon, i eliminon. Pra, ne duam nuk ka formë tjetër, nuk mund të mjekohet vetëm me një mjekim kirurgjikal. Vetëm ajo e çon përpara. Pyetja tjetër, a ndikon mbi pesha dhe insulina? Këtu kalojmë në një... Kjo është pyetja më e bukur që po më bën ti mua dhe unë nuk di si të falenderoj ti tani. Ne po shikojmë raste, ka një 5-6 muaj më tepër ndoshta, që unë kam futur në protokoll një analizë që quhet HOMA-IR, dhe HOMA-IR kap. HOMA-IR është rezistenca insulinës, është homocisteina, e cila kur është shumë e lartë rrezikon shumë në zemër, është VLDL-ja, ose raporti i yndyrnave të gjak, është kolesteroli mirë dhe kolesteroli keq, është
hemoglobine glukozuar dhe glicemia esëll. Dhe unë po ju themi gjë. Shumë mjek dhe ta që ata janë të specializuar, i thonë të smurve ikë se e mirë. Për shumë ke check-upi që bëjmë ne. Check-upi për 5 vjetë. 5 vjetë mund të kesh insulinën e lartë dhe për 5 vjetë hemoglobine glukozuar dhe glicemine ke normal. Dhe të thot ik. Tani, çdo të thot rezistencë insulinike. Ne, në çdo ushqim që fusim në gojë, qoftë perimet, qoftë mishin, qoftë pulën, ose dhe sallatën jeshile, edhe sallatën, prodhohet glukoza ose sheqeri. Në të njëjtën kohë që thithet që në gojë, glukoza ose sheqeri, pankrasi jon, qelizat beta ose qelizat e Langerhansit, sepse pankrasi është organ endokrin, ka 2 funksione, exokrin, endokrin, prodhon një hormon i quhet insulin. Pa insulin nuk ka jetë. Fatkeqësinë kanë ata fëmijë dhe ata adoleshentë që nuk ju dhon trupi insulin, dhe quhet një diabet insulinovartës, dhe diabeti tip 2 është tjetër që vjen nga mosha, nga ushqimet, nga odhjamit. Por, ka një rëndësi shumë të madhe rezistencë insulina. Çdo të thonë, kjo insulin që del, ka një detyrë, ta marrë sheqerin nga gjaku dhe t'ja çoj qelizës. Dhe qeliza e ka për energji, ka për ATP-n, për energjinë e trupit. Por në të njëjtën kohë, disa qeliza të trurit, të mushkërisë, të muskujve, mbyllin derën. Dhe çfarë ndodh? Kjo insiston, troket, hajde thot se ka ardhur sheqeri, dhe ajo mbyll derën e hap pak, dhe duke mos u futur i gjithë sheqeri, pankrasi shumë i zgjuar thot, mirë, nuk është futur, po prodhoj prap insulin. Prodhon insulin, insulina punon, derisa më së fundi krijohet një mirëkuptim dhe ti sheqerin e ke në gjak mirë, hemoglobin e ke mirë, por ako insulina fillon e rritet gradualisht. Kjo insulin që rritet gradualisht ka 2 medalje. Medalje e parë është kur insulina është pak e tepërt dhe disa lloj qelizash të trupit nuk e pranojnë, dhe medalje e dytë është kur kjo kohë ka avancuar me vite dhe atëherë ne në gjak kemi hiperinsulinemia. Dhe hiperinsulinemia është hormoni që ul estrogenin, që ul progesteronin, që ul ovulacionin, që ndalon shtazanin. Është hormoni që ul testosteronin, që ngre kortizolin dhe që shkatron gjithë hormonet e tjera dhe tyroksinën. Dhe në këtë gjendje do ndodhi një gjë, kur hemoglobin e glukozuar dhe sheqeri në gjak do rritet, dhe kur hemoglobin e glukozuar shkon 5.5, 5.7, ti je në diabet. Dhe kur homa nuk është 1.9, si që kemi referatet, por në shkencë sot është 1.5. Nëse kalon 1.5, atëre ti je rrezik për të smur nga diabeti. Dhe është një shprehje, aty ku ka dhjam, ka insulin. Aty ku ka insulin, ka dhjam. A ndikon në cilësinë e spermës? Insulina është e vetmja që ndikon në ereksion, që ndikon në humbjen e dëshirës seksuale, që ndikon në uljen e analizës së spermës. Apo shikojmë një rritje të infertilitetit më shumë tek të rinjt, kohët e sotme, qoftë edhe për këtë arsye, për shkak të insulinës, rritjes insulinës. Fakti është ky, është e vërtet. Unë kam vëre që në shumicën e rasteve, në të gjitha ta që kanë 1 vjet, 1 vjet e gjys, 2 vjet, edhe më shumë, sperma gjatë gjithë sa periudhe ka qenë e dobët. Dhe unë mund t'ju tregoj në ditë po të vini aty në klinik, sa letra të spermogramës ka me 0. Dhe janë të cilës moshë përgjithsisht? Asnjë nuk kam 29, 30,
32, 38, 34, 36. Dhe shumica janë, për shumë, 110, 120, 95 kg. Të vinë të dy vinë me 10 kg tepër. Ajo është 1,60, është 1,75. 75 kg. Kështu që mbi pesha dhe mënyra jetesë, bile më thonë disa doktor, tash kemi vendosur të amë, kështu si thonë ju. I thashun 3 gjëra keni. Keni vezën, keni sardelen, keni kofshën e pulës, mëlçin, edhe kërpudhat. Me këto jetojmë. Dhe do të kalojmë në një tjetër pyetje, që absolutisht bëhet rëndom në Google dhe për më tepër në një kohë të rinisë sotme e cila është fokusuar shumë edhe në kujdesin e dukes, le të themi në kujdesin e që palestra, të gjitha ka qenë me kohën, por gjithsesi është shtuar, më shumë duket sikur po rëndon kjo anë tani se sa alkooli, thonë, për shkak të përdorimit të steroideve, të cilat ndikojnë tek fertiliteti. A ndikojnë vërtet apo është mit, doktor? Steroidet ose testosteroni është, si që theksova përpara, është toksik, është ndaluar, nuk duhet përdoret, jep ullje të theksuar të testosteronit, jep ullje të theksuar të spermës deri ke astenospermia. Do me thënë, dhe kjo ndodh për një arsye, sepse ky nuk funksionon në tiroide, nuk ka efekt në tiroide. Një testosteron që ne bëjmë me injekcion në muskull, ne kemi në gjak, si që theksova. Dhe ky nuk ka asnjë efekt në teste. Ne duam testosteronin e prodhuar nga qendizat e ledigut. Pra është i rrezikshëm për fertilitetin. Dhe është numri 1 që të jep, është njësoj si një kontraceptiv ke gratë. Pra, steroidet janë të dëmshme, jo vetëm për këtë problem, por japin dhe një disbalancë hormonale ke meshkujt. Japin një mbipesh në perspektivën e vetë. Dhe sot sporti i ka ndaluar dhe dënohen me përjashtim total ose të pjetëshëm të këtyre njerëzve të cilët marrin anabolik. Këto quhen anabolizus ose steroide. Fertiliteti, nëse ti ndalon këto steroide, ka shans apo ke një dëmtim? Problemi është që këto steroide nuk duhet të qarkullojnë në gjakun e të meshkujve. Nuk duhet. Dhe këto aq më tepër nuk kanë asnjë efikasitet në drejtim të shëndetit prodhues. Përkundrazi, këto dëmtojnë në mënyrë të veçantë qelizat e ledikut për të prodhuar testosteron. Po proteinat që përdoren? Dhe proteinat sintetike që merren, janë jo biologjike, janë të dëmshme, ne duam vetëm proteinat që merren në mënyrë të shëndetshme. Gjithçka e industrializuar sot është kimike, dhe mandej po ju them, dhe preparatet, dhe tabletat, dhe kapsulat që dalin, janë të gjitha edhe acidi folik që del. Ne kemi shumë kohë që acidin folik nuk e përdor. Do flasim për atë, se do e mbyllim me pjesën acidin folik për t'i paraprirë edhe një episodi për gratë njëkohësisht. Dua të kaloj tek pyetja tjetër, në vërtet që bëhet rëndom nga meshkujt. Është andikon stresi 1, për në brenda kësaj pyetjes, edhe andikon pornografia. Po, shumë e vërtet. Atere, stresi, unë e kam thënë dhe njerë, është shumë i dëmshëm. Stresi ka 2 forma ke njeriu. Është forma akute dhe forma kronike. Stresi është një gjendje veçante e trupit e cila prodhon dopaminën, adrenalinën dhe e vë trupin në lëvizje dhe
i thot trurit, lufto ose ik. Për shumë dhe supozojmë në të dy. Nëse ne jemi këtu, dhe aty ke dera jote, vjen një luan, ose vjen një vrasës, me pistolet. Ne tash, në sekund, do zgjidhim, o do ikim, o do luftojmë me ata. Ky është stresi. Dhe ky stres, nëse mbajt kronik, është shumë i dëmshëm. Dhe unë e kam thënë dhe je përpara, stresi është kripa e jetës dhe puthja me vdekjen. Dhe stresi ka një gjë, nëse rritet nga gjitha viveshkore dhe kalon normën, atëre të parën që dëmton është testosteronin. Ull testosteronin, ull estrogenin, ull progesteronin, ull tiroksinën, ull njëkohësisht edhe problemet e tjera të hormoneve të tjera, por rëndësika që ndikon direkt në shëndetje riprodhues. Dhe stresi ka një metodik që unë dua t'ja u them të gjithëve, ta bëjnë falas, pa argjulek. Nëse ke stres, do hapish dritaren, mirë është, 5 minuta. Frymarrje e thellë me hund. Edhe kjo do të thotë që ti të qosh më shumë oksigjen, që ti të ushqesh trurin më mirë, dhe ti të ulish tensionin, dhe ti të relaksosh. Edhe 10 minuta. Frymarrja e thellë, ose të lëvizësh, ose të ecësh. Pra, psikologjikisht, ti duhet të ruash trupin tënd me maturi që stresit mos qëndroj mbi kokë. Kjo është esencialja. Ose ka meditime, ka yoga, ka të përdojnë specializim një. Ama, frymarrja është falas, kështu që mund ta bëj çdo kush. Një gjë tjetër që ndikon është mikrobioma. Është e jashtëzakonshme. Njeriu duhet të ketë 3 gjëra. Duhet të ketë oreksin, gjumi. Unë do ndalem pak të gjumi. Gjumi është prioritet i jetës. Ne kemi 3 sy. 1-2 sy kemi që shikojmë botën, në diencefalon kemi një sy që gjenda pineale që na bën zgjimin në mëngjes. Njeriu duhet flerë në orën 10, bre dhe seksi, ose fertiliteti. Fertiliteti, në qoftë se shkruaj, është sport në ekip. Ekip në sport, je ekip. Dhe fertiliteti është sport në ekip, se janë 2 veta. E thonë kështu, ne, a kemi mundësi të shkojmë në dhomë tani? Po. Në shtrat, kemi mundësi të shkojmë? Po. A kemi mundësi të rregullojmë dhomë? Po. A kemi mundësi të ulim stresin? Po. Hajde po fillojmë. Do të thënë, ky është një ekip që punon për fertilitetin. Dhe ajo që dua t'ju them, ne nëse nuk shkojmë në orën 10, nëse ne darkë nuk e ham 1 orë, 2 orë përpara, dhe në orën 10 të shkojmë në krevat, dhe të çojmë në orën 6 mëngjes, ne kemi hungur cirkadienin biologjik të zgjimit, të gjumit. Dhe gjumi është prioritet për faktin sepse riprodhon hormonet. Mirë është që vitaminën D dhe zinkun ta marrësh në darkë, sepse ai ushqen hormonet. Muskujt janë kryesorët në jetë. Muskujt janë ata që t'japin pavarësinë, energjinë. Si ndikon pornografia në fertilitet? Pornografia është pornografi. Pornografia do thotë të jetosh në fantazi, të prodhosh hormone në fantazi, të bësh një dëm trupit, siç kam pa unë në disa raste, gjatë jetës, që djemt mbanin në jastikun e tyre poshtë femra të kalendarit lakuriq. Dhe i vinin në tavolinë dhe masturbonin. Domethënë, kjo është një kënaqësi, kjo është një kënaqësi. Kjo, shiko, që një mashkull të masturboj nuk është dëm. Nuk është e dëmshme. Po që një mashkull të shikoj pornografi dhe të masturbojnë pornografi, ose ta fusi korteksin cerebral të trurit dhe t'japi epshin e vetë në fotografisë, është e dëmshme. Pra, është e dëmshme në kuptimin psikologjik, sepse jep një lodhje, është një sindrom i goditjeve që quhet kimiotaksis.
parabioza. Do të thënë, në qoftë se ti është si edhe në konstipacione shikojmë këtë. Vete i thua doktorit që shiko, unë nuk dal jashtë, jam keq, dhe ai t'jep një ilaç për dal jashtë. Dhe zora stimulohet, pastaj dalon me njërë. Dhe kjo ndalesë bën që humbet funksionin. Dhe kjo pornografi e parë, duke dërru gjithë ditën në telefon, duke parë pornografira, kjo vjen një moment që të bën një ndalesë totale të funksionit biologjik tëndit. Kështu që këto duhen eliminuar patjetër. Duhet të jetë gjithçka jetike, e gjallë, vivate. Është metafizik, është një fantazi e stimuluar nga jashtë që organizmin nuk e sjell deri në fund të efektit fiziologjik, e le përgjysëm. Dhe kjo krijon një tërheqje, është çike varur ke truri. Kjo pikërisht është, sepse ai nuk mund të qëndrojë natën para gjumit pa parë tëra gjërat dhe pa kërkuar këto që janë pornografi, jo këto tjerat. Kjo është një industri, kjo është një fitim dhe kjo nuk është e vërtet njerë. Do t'ju them një rast që më vjen një djalë nga Bërzhita, ke 25-26 vjetë, i cili kishte një shqetësim shumë. Ai nuk mund të bënte absolutisht marrëdhënie seksuale me femrën. Ishte pa mundur të bënte. Dhe pse kishte ardhur kjo? Ai kishte një mungesë të ereksionit dhe nuk mund të kryente marrëdhënie seksuale. Në të njëjtën kohë, ai shkonte, bënte masturbim dhe vinte pastaj, po në të njëjtën kohë vinte për të bërë marrëdhënie seksuale. Po këtë e quante një tmerr të vërtetë, dhe marrëdhëniet në masturbim ishte krejt normal, duke menduar, duke bërë, ama në kontakt ishte e pamundur për të bërë. Dhe kishte një shqetësim shumë të madh. Dhe mandej as nuk donte të punonte, as nuk donte kishte një dëmtim, një gati gjendje depresioni. Dhe ne ndikuam me ca preparate, me ca suplimente, edhe kështu në kuptimin e një psikologjie duke folur me të, dhe diku unë i bora dhe 1-2 analiza se kishte edhe një infekcion në uretër, dhe përfundimisht ai arriti që unë e kërkova që të vinte me gjitha të vajzën në klinik, dhe asaj thash veçmas, jo në sy të ti, që ajo duhet të punon të pak, se kishte nevojë të punon të pak. Se thash, seksi ishte ekip. Dhe ishte një gjë e jashtëzakonshme që ai u normalizua. Po ai u lidh aq shumë me masturbimin, me pornografin. Ai kishte vetë pornografin. Ai nuk e quante normale jetën aktive, vivantin, atë vivo. Që ti mund të bësh. Ai sikonde. Dhe kishte vetëm aty. Dhe mandej ai kishte dhe një depresion, sepse kishte kaluar disa herë masturbime të herpashershme, të cilat ishin në maksimumin e kërkesës. Dhe në maksimumin e funksionit fiziologjik hormonale, ai nuk donte ta dinte këtë punë. Dhe kur nuk arrinte, bile më thoshte disa herë, kam një problem tjetër, se arri, po nuk arri, do t'jam blokuar, nuk nxjerr dorë spermën. Do të thënë, ndërlikime të një manipulimi metafizik, një abuzim total i ndjenjave dhe i veprimit fizik. Po me çfarë suplementesh e shoqëruar? Dhe pastaj kordicepsi ishte ai kryesori që dha efektin. Kordicepsi e përdori 3 muaj dhe unë i lash atij një gjë. E lash që të takojnë çik për rrallë dhe të ndërpriste masturbimin. A ndikon frekuenca e marrëdhënieve, sa më shumë marrëdhënie, aq më shumë problematike bëhet të... Frekuenca marrëdhënie seksuale janë biologjike dhe frekuenca duhet jetë patjetër normale. Dhe që do të thotë, çfarë mund të quajmë normale? Që do të thotë që
Kjo natyrisht varet me moshën, varet me aktivitetin, Po. varet me shëndetin, janë shumë faktorë që ndikojnë. Por ajo që ka më shumë rëndësi është që marrëdhëniet seksuale duhet të jenë të këndshme, duhet të jenë të shëndetshme, duhet të jenë të sigurta. Sepse ne kemi marrëdhënie seksuale të cilat janë prani të sëmundjeve seksualisht transmetueshme, janë marrëdhënie të sëmundjeve këto bakteriale, që këto tjerat, dhe kemi dhe marrëdhënie që fillojnë që gruaja ka një ardhimje, ose burri të nesmen pas nesmen skuqet kokë e penisit, vetë dhe farmacia lën me 20 kremër aty, edhe nuk është japë të vonë. Pra, shëndeti dhe mirëvajtja biologjike e trupit kërkon. Tek meshkujt, për shembull. Sa është frekuenca? Testosteroni është ai hormoni i kërkesës, hormoni i fantazisë, hormoni i kërkesës seksit. Dhe shpeshherë burrat janë shumë kërkues, po janë të paftë. Shkojnë, o kanë ekulacion, o nuk kanë ereksionin, edhe mbeten aty, dhe kanë problemin më të madh. Mandej ka disa që kanë mungesë të ereksionit, thonë nuk më duhet të jetoj më, as të los domino më, as të dal me shok më, ka marrë fund, duhet të vdes i kumaroj. Tani, frekuenca është, nuk flas për hiperseksualitet, që të bësh 10 herë në natë, nuk e bën dot, po 1, 2 herë, 3 herë në javë është normalja. Është normalja. Nuk ka rëndësi po e bën në darkë apo në mëngjes, vetëm se është një gjë. Seksi është energji. Seksi është palestër, është valle seksit. Do me thënë, ndihmon zemrën, ndihmon gjumin, heq stresin, jep relaksin, ul tensionin, rregullon insulinën, rregullon metabolizmin, jet gjatësinë, dhe një burr që bën seks jeton deri 80-90. Një njeri që nuk bën seks, meshkujt nga 50-a, nëse nuk bëjnë seks, smunden nga kanceri i prostatës. Pyetja tjetër që bëhet shpesh. Kam azospermi. A kam shpresë për të bërë prind? Nuk është të thënë që një mashkull me asterospermi të mos lind. Sepse duhet parë me njëherë egzaminimi, duhet bërë ekografia, duhet bërë rezonanca, dhe duhet shikuar, sepse ka raste që kemi një blokim të vazës eferent. Pra, ka një munges fertiliteti, ose fertilitet, që quhet në shkaqe. Si që është varikocela, është njëkohësisht edhe blokimi tubave. Dhe blokimi tubave eference, nuk e kam konstatuar vetë, po kam dëgjuar një rast në një kongres që a i bënte marrëdhënie dhe sperma i vite në urinë. Futë sperma në urinë. Dhe është një valvulë e tillë. Sperma, kur del në vaginë, që bën ejakulacionin, mashkulli nuk mund të urinoj për disa minuta. Nuk mund të urinoj. Edhe në qoftë se ka urinë, nuk mund ta bëj. Mande interesante është që as nuk e ndjen urinimin. Duhet kaloj një kohë që të hapet valvula që të shkoj të urinoj. Dhe sa për gratë kemi thënë, sa po bën seks qohë me herë, që ti iki sperma. Tani, si që blokohet sperma, duhet të shikohet. E para, e dyta është e kjo. Embriologët janë në gjendje që me një ndërhyrje invazive të testit mund të futen ke gjendrat e testit dhe të marrin spermën, të thithin spermën. Unë kam një rast që e njoh, që e di, që ishte me asterospermi dhe që shkoj bëri një operacion dhe e nxorën dhe u bë me fëmijë. Pa i kishte një shans shumë të madh, që gruan e kishte shumë pjellore. Edhe sa embriologu e ajo veza cilësisht e mirë e fuqizoi, e kompensoi spermën dhe bën gocë. Shumë mirë i bën gocë, pa gocë bën. A është IVF vetmja rrugë kur ti je me azospermi? Po, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Dhe thënë, azospermia kërkon patjetër një IVF. Ndërhyrje të asistuar. Ndërhyrje patjetër.
varet nga profesionalizmi i qendrës, varet nga profesionalizmi i kirurgëve, por një gjë është, unë dua që një gjë është, ata që shkojnë për IVF-in, ata janë njerëz të cilët nuk kanë shkuar për të blerë një Benz, po kanë shkuar për një jetë dhurat në Zotit. Kështu që profesionalizmi i qendrës do të jetë shumë, të ketë një empati të jashtëzakonshme për dën maksimale vetë. Dhe mundësisht, nëse aty nuk ka mundësi, duhet frenohen, më mirë të frenohen se sa të krijohet dhe pastaj të ndalohet dhe pastaj thuhet nuk u bë. Kjo është më vrasë. Kjo është dramatike shumë për femrën, për meshkujt disi, dhe ata e ndjejnë, po të karakteri mashkullit është më ndryshe. Ama femra që e përjeton, se përjeton invaziven, i çpohet vagina, çpohet veza, merret veza, buhet, infatohet, vetë bëhet implantimi në mitër e gjithë. Femra, unë kam parë femra me IVF, mbas një endometrioze që erdhi nga Amerika, unë e këshillova, mos shko, në asnjë mënyrë, pa e kishte pronetuar. Dhe kur kam parë abdomenin e vajzës të asaj gruas, ajo ishte bërë njësoj si celulari nga hematomat 20 e ca stimulime kishte bërë. Dhe humbi. Po për çudive, tash ti më kanë marrë në telefon, mbas një viti, kanë ngel vetë unë. Dhe për një pyetje e cila do të na sjellë në një tjetër episod ku do të flasim më gjërësisht sërish për gratë, sepse shumë janë alternativat, shumë janë kuras, shumë janë suplementimet që mund të bëhen edhe grave. Dua ta prek pak pjesën e acidit folik. Po, shumë e vërtet. Janë studime që janë bërë sfundmi që kanë dalë themi kundër acidit folik si medikament, si suplement i cili jepet në para shtatzanisë apo dhe gjatë fillim viteve muajve të parë, dhe themi kur jepet gruas. Dhe tashmë jemi para faktit që kjo ndikon për keq. Po, është e vërtet. Tani, unë këtë e kam lidhur direkt që me kërkesën që ka bërë që çdo grua që kërkon një shtatzanit duhet bëj një konsult prekoncepcionale. Dhe prekoncepcioni së pari kërkon ekzaminimin ginekologjik, kërkon gjendjen shëndetësore të femrës, kërkon ekzaminimet e tjera hormonale gjitha, dhe në tjetër kohë kërkon edhe një mbrojtje, kërkon aplikimin e acidit folik. Acidi folik ose vitamina B9, ose vitamina antianemike e veçantë, vitamina acidi folik B6, B12 dhe D-ja hynë paka shumë në faktorët antianemik. Sepse vetë B6 mund të japë anemi, acidi folik mund të japë anemi, dhe B12 mund të japë vetë anemi. Por në të njëjtën kohë, si antianemik, ne shikojmë një faktor tjetër. Është një antiteratogen. Do të thotë, në shqip, që mbron embrionin, ose më mirë të produktin e koncepcionit, që në momentin kur fillon të zhvillohen 3 membranat, ektoderma, mezoderma dhe endoderma, që atëre këtë tub embrional, acidi folik e bën që të mbyllet nga të dy anët, dhe është vërtetuar vite shumë përpara, që mungesa e këtij acidi folik jepte 2 keqformime të mëdha këtë shtatzanisë. E para ishte, linte, unë kam parë me disa raste, linte fëmia me një puçër të madhe në kolonën vertebrale, dhe dyta, bëhesh ekografia në tremurin e tretë dhe kishte vetëm 5 gram tru dhe truri ishte hidrocefal ose me ujë. Dhe u vu me njëherë shkenca në prodhimin e acidit folik. Pra në protokoll kushtuam. Dhe këto u qetësuan. Dhe acidi folik si antiteratogen ishte perfekt dhe jepte këto 2 korrigjime. Dhe ne e jepnim që në fillim 3 muaj përpara dhe 3 muaj brapa. Natyrisht, kur kishte probleme anemie, mund të përdorësh dhe përpara. Gjithmonë duke e monitorizuar. Kohët e fundit, shkenca ka vërtetuar një gjë shumë interesante që Blerta është shumë e çuditshme, ajo e ka gjetur dhe ma dha, dhe kur e lexuam,
e pam një gjë shumë interesante. Dhe kjo do thot këtë gjë. Sa më shumë që lexon, sa më shumë që studion, aq më shumë merr vesh që si gjë. Dhe tani shkenca ecën për ditë dhe ka konstatuar një diçka, që një acid folik i industrializuar në mënyrë sintetike duhet të ndalohet, sepse ndikon në një smundje genetike, e cila është një problem genetik që ndodh shpesh në abortet e hershme të shtatzanisë, dhe kjo, sipas studimeve të fundit që ka bërë shumë autor, rezulton që mund të ndikojë në çrregullimet e glukoregulacionit dhe të ndikojë në një ndryshim të sheqerit që quhet gestacion e diabet mellitus. E njëjta gjë mund të ndodhi dhe të promovojë dhe deri tek provimi i diagnozës kancerit. Kështu që ne në këtë klinikën tonë kemi shumë kohë që dhe rekomandoj të gjithë njerëzit që dëgjojnë që të marrin një acid folik ku tjetë metil, të ketë metil përpara, sepse ai është një metilfolati është një preparat efikas, njësoj si acidi folik, po që nuk është sintetik dhe ka një aftësi biologjike për të korrigjuar dhe për dhënë efektet efikase, jo vetëm teratogene, po për të evituar komplet ndërlikimet. Që mund të jetë, le të themi, edhe gratë të cilat kanë mutacionin MTHFR. Kjo, sidomos te MTHFR-ja, që theksova, është e jashtëzakonshme. Për shembull, ne na kanë ardhur gra me MTHFR-t. Kemi diskutuar me Blertën gjithmonë këto gjëra. Po ama, nëse këto gra e marrin këtë preparat, është më dominante për të dhënë diçka. Kështu që menjëherë, sido që jetë puna, dhe ato dhe gratë e tjera, mirë është që të marrin një acid folik me emrin metil përpara, metilfoliat. Jo acid folik. Jo acid folik. Dhe me dozën që ka, është krejtësisht metabolik, ndikon metabolizëm, ndikon efektet metabolike dhe njëkohësisht dhe si antiteratogen. Me një kusht që duhet të merret 3 muaj përpara se të ndodhi koncepcioni. Që gratë të jenë të mbrojtura, nuk përdoret si medikament për këtë punë, po përdoret si medikament që ti t'jesh ta kesh në parametra normale normën e metilfoliatit. Mirë, këto dhe të tjera sigurisht do i kemi në një tjetër episod, por besoj që sot i dham zë atyre pyetjeve që shpesh burrat bëjnë dhe që të rriqen, janë e kanë me turp, friksohen për të bërë pyetje dhe ndoshta nuk flasin aq sa duhet edhe me bashortën, me partnerin e tyre për të qenë të dy bashk në këtë rrugtim. Unë dua t'ju jap një këshill. Burrat prodhojnë spermë. Sperma lulëzon vezën. Veza sjell embrionin. Veza dhe sperma pa njëra tjetër nuk mund të ekzistojnë. Dhe veza pa spermën nuk mund të krijojë embrionin. Kështu që siç është veza me spermën dhe që i duam gjithmonë me një cilësi nga ana shëndetësore, cilësi shëndetësore, duam njëkohësisht që burrat duhet jenë shumë të lidhur me bashkëshortet e tyre, me jetën, me zemrën e tyre, dhe duhet të marrin pjesë aktivisht në të gjitha gjërat që vuan gruaja. Faleminderit doktor që ishte në mamë.